Protesta në kontekstin spiritual, pjesa e tretë. Protesta dhe kohët hyjnore. Për parë pjesën e parë dhe të dytë mund të gjeni në faqe. Pak po e sigurt është që asgjë nuk është rastësi dhe mbi të gjitha. Kur flasim për kohët hyjnore, divine timings, nuk ka rastësi. Ato janë një sinkronizitet perfekt. Po çfarë janë kohët hyjnore? Ky është një koncept në të cilin thellohemi përmes teknikës së theta healing. Para se shpirti ynë të vinë në këtë plan, në këtë dimension, ka paracaktuar 3 ose 4 situata, pika kyçe, pika transformimi, ndryshimi. Janë ngjarje të paracaktuara që do të ndodhin dhe do të sjellin ndryshime madhore në jetën e gjithkujt. Një ndryshim të kursit të jetës 180 gradë. Do apo nuk do vetëdia jote, do apo nuk do frika jote, do apo nuk do mendja jote. Këto janë kohët hyjnore, pra le të themi janë si urdhra të shpirtit. Dhe ashtu sikurse njerëzit kanë kohë hyjnore, kanë edhe kombet, po ashtu dhe vetë planeti ka divine timings, kohë hyjnore. Dhe kjo që po shikojmë tani në rrugët e Tiranës është një e tillë. Është një pikë revolucioni, është një pikë kthimi, është urdhri i shpirtit te një kombi. Sepse ku e dallojmë, gjërat lëvizin vetë pa u shtyr. Nuk kërkohet ndonjë motivimi i jashtëzakonshëm i jashtëm, njerëzit dalin vetë. Numri nuk ndalon, por rritet. Edhe ata që kishin frikë dalin, frika nuk zhduket, por diçka tjetër e brendshme bëhet më e madhe, më motivuese se frika. E ndoshta me mira njerëz që për vite kanë thënë jo po ç'pun kam unë, jo po s'ka kuptim, jo po çfarë mund të bëj unë, apo gjithçka është e kot, tani pa pritmas dalin. Jo sepse ka ndryshuar mendim, por sepse ka ardhur pikërisht ky moment i paracaktuar, kur shpirti kolektiv i një kombi inicion divine timing të tij. Edhe diçka që doja të shtoja është që përse ekzistojnë divine timings. Ato janë pika të caktuara të cilat shpirti i përdor për të masterizuar, për të mjeshtëruar virtyte dhe vlera, si në rastin e protestës, guximi, drejtësia, kufit personal, vlera. Divine timings është një nga gjërat më të thella me të cilët unë punoj me njerëzit si instruktore e theta healing, punoj me njerëz që duan të kuptojnë gjuhën e subkonsciencës, të energjive, të universit për transformim të thellë. Nëse dhe ti do të mësosh të punosh me divine timings, ka mënyra për të kuptuar se cilat janë ato, mënyra për të dëgjuar shpirtin tënd edhe jo frikën, jo mendjen. Unë gjithashtu kam bërë një skanim të kësaj pike e cila sapo ka nisur dhe kam arritur në disa konkluzione se çfarë do të inicioj kjo divine timing, të cilat po e shkruaj në koment nëse dëshiron t'i lexosh. E nëse do të mësosh më tepër në lidhje me këtë, se si të punosh me divine timing, si t'i zbulosh, si t'i kuptosh, më shkruaj një DM.